إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فلندريم الله madhruar تبارك وتعالى krijuesin tonë dhe të gjithësisë. Falënderojmë Allahun e madhruar për të mirat e shumta dhe të panumërta me të cilat na ka ndëruar neve I madhi Allah Tebareke wa Taala, na ka ndëruar me këtë Islam, na ka privilegjuar, na ka bërë të ndjejmë vetën se jem krenar, atëherë kur na krijoi si njerëz dhe na dalloi prej krijesave tjera. Pastaj jo vetëm me kaq, por na pajisi me shqisa dhe me mendje që ta dallojmë të mirën nga e keqja, ta kuptojmë vetveten ton, ta kuptojmë rrethin ton dhe na pajisi Allahu I madhruar, gjithsesi na nderoj me shariat, me ligj të zbritur nga I madhi Allah nëpërmjet pejgamberëve alayhimus salam dhe librave të shajta. Ta kuptojmë realitetin ton, raportet tona me Allahun ton, na mësoj se si jetojmë, se si të sillemi ndaj Allahut, ndaj krijesave dhe ndaj kësaj gjithësie. Vërtet, të mirat e Allahut për neve janë dhe kanë qenë të mëdha, dhe vazhdojnë edhe më tej të jenë të mëdha. Allahu I madhruar për çdo ditë na nderon me të mirat e Tij. Allahu I madhruar për çdo minutë dhe çdo sekondë vazhdon të na nderoj me begatit e Tij dhe jemi duke I parë këtu ditë begati të mëdha të Allahut të madhruar Tebareke wa Taala. Elhamdulillah prej Allahut Azza wa Jall për të mirat e shumta me të cilat na ka nderuar dhe po na nderon neve I madhi Allah Azza wa Jall. Të mirat të mëdha dhe të shumta nga ana e natyrës, bereqetet të mëdha të cilat ka quar Allahu I Azza wa Jall, të mira dhe të mëdha nga ana e kohës, nga ana e situatës dhe gjendjes në të cilën jetojmë, nga ana e ushqimit shpirtëror me të cilin Allahu po na I freskon këto zemra tona. Elhamdulillah. Jemi vëllezër musliman në 10 ditë e muajit Dhul-Hijja, në këtë kohë të shajtë dhe të madhe, në këtë kohë të çmuar dhe të vlefshme, dhe vetëm muslimanët din me cilësuar kohën, dhe vetëm muslimanët din me çmuar kohën, dhe vetëm muslimanët janë ata të cilët din me shfrytëzuar, sepse Allahu I madhi ka mësuar dhe pejgamberi I Tij sallallahu alaihi wasallam. Zatën muslimanët janë ata të cilët din, apo se paku duhet të din, ta shfrytëzojnë jetën e tyre krejt, nga lindja deri në vdekje, deri në momentin e fundit të jenë aktiv në jetë, ta shfrytëzojnë këtë jetë, të mirat e kësaj jete dhe të punojnë për botën tjetër,
për atje të pafund e cila nuk përfundon. Ka fillim, por nuk ka mbarim, ndërsa kjo botë ka fillim dhe ka mbarim. Dhe krejt kjo botë dhe krejt kjo jetë është këpsht dhe bashqe, është kohë për të punuar për botën tjetër të cilën i vjelën frytet tona. Të kësaj pune dhe vepre dhe jetët të cilën e kemi punuar me durët tona në këtë dynja, për atë arsye krejt rezultatet të cilat do t'i gjejnë njerëzit në ditën e kiametit janë rezultat i veprave të tyre, i punëve të tyre të cilat i kanë bo në këtë dynja. E Allahu i madhruar që shka thonë hadith kutsi pasi të llogarit robt e vetë te bareke wa taala فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل. Ai cili gjen hajr, ai cili gjen mirë, le ta falenderon Allahun e madhruar, i cili ja ka lehtësuar punët e mira në këtë dynja, i cili ka ndihmuar, i cili ka udhëzuar, i cili ja ka lehtësuar atina ibadetet dhe adhurimet. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ndërsa i cili gjen diçka tjetër jashtë saj, pra gjen e udhu billah fryte dhe rezultate të këqija, mos ta fajson askën tjetër, për pos vetës së ti, mos ta fajson Allahun e madhruar, sepse për te ka punu për atë ditë të vështirë, ka punuar për keq dhe ka gjetë keq, ndërsa i cili ka punuar mirë, gjen mirë, le ta falenderon Allahun e madhruar. Pra vëllezër dhe motra musliman, jemi këtu ditë të mëdha të Dhulhijhes, të cilat janë një nder i madh për muslimanët dhe janë një dhuratë e veçantë për robët të Allahut të devotshëm. Dhe se muslimanët në katër anë të botës këtu ditë i gjen të angazhuar me adhurime dhe me ibadete. Ata të cilët kanë pas fatin dhe janë në haqë, mos pyet dhe mos diskuto se sa janë të angazhuar me adhurime dhe me ibadete gjatë këtyre ditëve të çmuara. Të gjithë janë në adhurim të madh, e presin ditën e Arafatit në ditën e diel, ku krejt i madh i vogël janë në atë vend, pastaj për të shkuar në Muzdelife dhe të nesërme në mëngjes në Mina, për të gjuajtur gurt, për të therrur kurban, për të qethur apo ruajtur flokt, e pastaj për ta kryer tavaful ifada, e që është tavafu rukn, shtyll e haxhit, dhe me këtë thuajse pjesa dërmuese e punëve dhe obligime të haxhiut përfundojnë dhe vazhdojnë edhe punë të tjera. Ata janë të zanë dhe të preokupuar 24 orë me adhurim dhe ibadete, por edhe ne të cilët jemi jashtë haxhit, jemi të angazhuar, se cili musliman katër anë të botës e gjen duke ose adhuruar Allahun dhe madhruar intensivisht gjatë këtyre ditëve të mëdha të Dhulhijhes, ose duke biseduar dhe përgatitur për festën e madhe të muslimanëve, për Kurban Bayramin, ose duke përgatitur për kurban, për një ibadet i cili është ibadet dhe adhurim në veti, me të cilën afrohen musliman të i madhi Allah Azza wa Jall, duke derdhur gjak për të madhin Allah te bareke wa taala, në kundërshtim me idhujtarët dhe të gjitha ata njerëz të feve të tjera të cilët afrohen të zotrat e tyre, duke therrur kurban, duke derdhur gjak, e musliman në të kundërtën e tyre therrin gjak për të afruar të Allahu i madhruar, për të madhruar të emnin e Allahut, për të ngritur dhe njësuar të madhin Allah te bareke wa taala. E nuk është më rëndësi çështja e mishit dhe kush e han dhe ku e shkep dhe kush e shfrytëzon atë, ajo është çështja më e vogël, por kryesorja dhe thelbësorja të musliman është njësimi i madhit Allah, madhrimi i emnit Allahut me derdhjen e gjakut për Allahun Azza wa Jall. Për atë arsye musliman e kanë kuptuar këtë çështje mirë dhe pak interesohen se kush kanë dhe kush e han atë kurban, ata mish nuk është aje dorës së parë. E dorës së parë është të therrë gjak për Allahun e madhruar, të madhruhet Allahu te bareke wa taala,
kundër asaj që njerëzit në katër anë të botës i kanë bërë dhe i bojnë shirk Allahut të madhruar në forma të ndryshme, nga forma të cilën i bëhen shirk Allahut është edhe muafrua me kurban, me derdhjen e gjakut për dikën tjetër, qoftë njerëz, qoftë idole, idhuj, statuje, apo kushdo qoftë, duke afruar të ta me derdhjen gjak, e ne i kundërshtojmë dhe madhrojmë Allahun, ashtu që ka kërkuar prej nesh i madhi Allah te bareke wa taala. Dhe edhe njëherë i dëshmojmë Allahut Azza wa Jall se ne jemi besimtar, ne jemi në tauhid, ne jemi në njësimin e Allahut Azza wa Jall, jemi aty ku ka urdhëruar Allahu te bareke wa taala me Kur'an Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që të njësohet i madhi Allah Azza wa Jall në forma të ndryshme të cilat i ka bërë Allahu legjitim, i ka zgjedhur për ta madhruar atë, e ne në atë formë e madhrojmë Allahun, anipse kanë kaluar 14 shekuj nga jetët e zbritura pejgamberit alayhis salam, nga i madhi Allah për të thirrur kurban për Allahun dhe me lanë me mposht, me varrosur një herë për gjithmonë që kurbanat në Mekë të therrën për dikë tjetër, pas Allahut të madhruar ka kaluar kjo kohë gjatë, por ne qëndrojmë të fortë në dinin e Allahut Azza wa Jall dhe me emrin e Allahut nuk ka stuhi, as nuk do të ketë stuhi, e cila na kundron jetona të thella, të cilat i kemi në dinin e Allahut Azza wa Jall. Nuk guxon me pas stuhi në rruzullin të kësort jetë e fort, apo e dëp e që ka mundësi me na i lykundrën jetona në dinin e Allahut, me na prek akiden ton dhe imanin ton dhe besimin ton, Zoti mos e dhash. Vdekja është faqe bardhë, vdekja është krenari, vdekja është lumturi kur është në pyetje me qenë të fort për Allahun dhe me Allahun e madhruar. Njerëzit vëllezër musliman janë spravuar rënd, janë spravuar në forma të ndryshme, stuhi të mëdha i kanë goditur për të alekundur rënjet e tyre nga dini Allahut Azza wa Jall, por kanë qenë më të fort dhe më të qëndrueshëm se sa ato stuhi dhe në pika të shkurtura dhe kalimthi, pasi që edhe është koha në favor ton, fal Allahut të madhruar, dhe kjo është prej duave të muslimanëve dhe bereqetit të namazit në këtë hapësirë, e shfrytëzojmë kohën të acekom një rast të tillë ku Allahu i madhruar me kaderën e tij e pa dashur Allahu nuk bëhet as gjane, as një mënyrë, ka fry një stuhi e randë dhe vështirë ndaj muslimanëve të Allahut. Konkretisht e marrëm për shembull Asia bint Muzahim, gruan e Firaunit të mallkuar, kur jemi duke folur për stuhi të mëdha të cilat i fryn dhe i kanë fryer shumë herë rob të Allahut të devotshëm, por shejtani është mashtruar keq, ka menduar se ata i kanë rënjet e tyre të plitka dhe një të cekta dhe një erë e vogël o alkundë trupin e tyre dhe o ashkulle dhe rojt e tyre, por jo Allah gjithmon ka pasur dhe ka musliman të fort, të cilet janë më të fort se sa stuhi të cilat frynë të djathtë e në të maj. Asia, gruaja e Firaunit të mallkuar, të njeriu më i poshtër dhe armiku më i madhi Allahut Azza wa Jall, pasi dan Allahu i madhruar dhe ajo futet në Islam, e pranon Musaon alayhis salam për pejgamber dhe pranon Harunin për pejgamber, pasi që kishte pyetur kur ishte bërë ajo polemika dhe gara mes Musaot dhe Harunit në njërën anë dhe magjitarëve tjerë në anën tjetër, se kush fitoi, se kush ngallniu, dhe i thanë se ngallniu Musa dhe Haruni, dhe ajo përgjigj: ata janë hak, ata janë hak, unë jam me ta, besoj Zotin e tyre te bareke o taala. Firauni i mallkuar e kishte kuptuar se gruaja e tij e kishte tradhtuar dhe kishte dal nga dini i tina
dhe i kishte pyetur popullin e tyre, çka thoni ju për gruan time Asin? I kishin thënë grua mirë dhe devotshme, grua për të cilën nuk kem çka bisedojmë për te. E Firauni kur ju tha, e çka mendoni ju se gruaja ime adhuron dikën të pasmeje, thanë mbyte, gozhdo, mbyte atë shkatro. Firauni i mallkuar mundua në forma të ndryshme për ta kthyer gruan e tij në dinin e tij. Tortura të mëdha përjetonte ajo grua. E shifte vdekjen e saj me syt e saj, dhe i tha Firauni ushtarëve të tij, shiqani atë gurit madh atje, kërkoni prej saj, mu kthyen dinin dhe në fen tem, e nëse nuk kthehet, hudhni atë gurit të madh mbi trupin e saj, dhe ata veprojnë ashtu, dhe i thojnë Asias, asaj muslimane të devotshme, apo kthehesh në dinin e mëhershëm të burrit tënd, apo po vazhdon tradhtare dhe e rebeluar. Tha Zoti mos se dash me lëshue dinin tem. Gruaja e Firaunit e kçyri atë gurit të madh, e kçyri qiellin lart, dhe Allahu ja mundësoi me pa shtëpin të cilën ja kishte përgatitur Allahu Azza wa Jall asaj në xhenet. E kçyrte xhenetin me sytë e saj, duke qenë për së gjallë. E kçyrte dhe shiqonte vendin e saj në xhenet ku ka me shkuar, e armiqtë e Allahut e shtyn atë guri dhe hodhen mbi trupin e saj, por shpirti tashmë i kishte dal asaj robneshe të devotshëm të Allahut të madhruar, dhe ra guri mbi trup pa shpirt, dhe shpirti i saj shkoi në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Nuk ka qenë lehtë me përballuar para saj stuhije të madhe, por ajo grua devotshme lidhur me Allahun përmendet edhe sot më shumë se 3000 vite, përmendet në Kur'an dhe do ta lexojnë muslimanët deri në ditën e gjykimit, atëherë kur Allahu Azza wa Jall e ceki tregimin e saj dhe të Merimes alayha salam, ku nuk premton koha me i cek këto dy tregime, e cek në surat At-Tahrim, se si Allahu Azza wa Jall u sjellë robëve të muslimanëve të devotshëm, u sjellë shembull Allahu Azza wa Jall, e më herët u kishte sjellur shembull atyre të cilët janë qufar, por përzihen me musliman, nuk do të kenë farë dobije se rrinë dhe hanë me musliman. E sjelli gruan e Lutit dhe gruan e Nuhit alayhim assalam, se nuk kanë dobi, se kanë ajtur me rob të devotshëm të Allahut, kanë hungër dhe kanë pi me ta, përderisa nuk kanë qenë iman. E pastaj e sjell shembullin tjetër, musliman por që rrinë me qufar, e sjelli gruan e Firaunit Asin dhe Merimen alayha salam, gratë të devotshme të cilat kanë qenë nga gratë më të pjekura në rrezullin toksor. Pra sjella këtë shembull për të ta ilustruar atë çka e thash më herët, se ne me emrin e Allahut edhe një herë dëshmoj të madhit Allah Azza wa Jall se ne jemi aty ku na ke urdhëruar ti Zoti jon, dhe ku na ka porositur pejgamberi yt sallallahu alaihi wasallam, dhe vazhdojmë të qëndrojmë dinin tënd me emrin e Allahut, por kërkojmë nga te i madhi Allah me na forcue dinin ton, mos me na sprovue atë sa s'mundemi ta bajmë, me na ndihmu dhe me na ngadhnye ndaj të gjithë armiqve të mbrëmshëm dhe të jashtëm, ndaj nefsit ton, ndaj shejtanit të mallkuar dhe ndaj çdo armiku tjetër, dhe lutem Allahun të jetojmë të fortë në dinin e Allahut dhe të vdesim me fjalën la ilaha illallah, duke qenë Zoti jon i kënaqur me ne, i kënaqur me veprat dhe amelet tona, duke na pastruar nga gjunahet tona për të na bashkuar sërish
në ditën kur do të na ringjall i madhi Allah Azza wa Jall me ftyra të ndriçuara dhe krenar që kemi qenë rob të Allahut në këtë dynja në flamurën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe të shoqëruar me evlijat dhe miq të Allahut Azza wa Jall, të cilët para nesh e kanë ndjekur rrugën të cilën jemi duke pasuar ne dhe me rob të tjerë të devotshëm. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Pastaj bini istighfar vëllezër musliman për vetveten e juaj, për familjet e juaja dhe për krejt musliman, se Allahu është falës i mëshirshëm, u pranon doat, istighfarin dhe pendimin. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.